Mjek nga Kolegji Mjekësor pranë Universitetit të Trakis në Bullgari, në bashkëpunim me stafin e Qendrës Shëndetësore Ustren të Trebisht, kanë zhvilluar vizita mjekësore falas në Ustren të Madh në Bulqiz. Vizitat janë zhvilluar në ambientet e qendrës shëndetësore me përkrajen logjistike të ambasadës bullgare. Për të gjithë banorët e Ustrenit e jo vetëm, mjekët bullgar bënin depistim të syve, matje të densitetit të kockave dhe analizat të gjakut për glukozën, kolesterolin dhe acidin urik. Ambasadori i Bullgarisë në vendin ton, Kirov, tha se analizat dhe ekzaminimet kryhen në teknikën e siguruar nga Kolegji Mjekësor Bullgar, e cila u përgjigj të gjithë standardeve evropiane. Nga ana tjetër, Kirov tha se populli shqiptar është shumë miqësor me minoritetin bullgar dhe se do të vazhdohet bashkëpunimi nisje të tjera të lidhura me kulturën dhe arsimin. Minoriteti ynë është pjesë e shoqërisë shqiptare dhe i ka të gjitha mirësitë dhe të gjitha problemet që i kanë të gjithë shqiptarët në Shqipëri. Dua të theksoj se ndihmën e realizojmë këtu, jo vetëm për minoritetet bullgare, pavarësisht se këtu minoriteti është i përqendruar dhe ku jetojnë, por janë për të gjitha banorët e zonës. Populli shqiptar është populli më miqësor ndaj popullit ton, dhe për këtë arsye ndjenjat e mira që i kemi, dëshirojmë t'i nxisim edhe me nisma të tjera lidhur me kulturën, arsimin apo shëndetësinë, në mënyrë që të ndihemi më afër njëri tjetrit në pikpamje njerëzore. Për këtë arsye dëshiroj të falenderoj Universitetin e Trakit dhe Kolegjin Mjekësor, pasi për të dytin vit radhazi janë këtu për të ndihmuar njerëzit. Kjo nismë u kthye tashmë në traditë. Nga ana tjetër, ambasadori Kirov u shmang pyetjes në lidhje me temën e nxehtë politike, e cila mbetet ajo e zgjedhjeve të 11 majit. Po ashtu termi treni bullgar, tha Kirov se ky term nuk ekziston në Bullgari, se dhe nuk duhet të përkufizohet më ky term. Kjo është një çështje e brendshme për Shqipërinë dhe nuk është punë e diplomatëve të huaj të komentojnë një nga ngjarjet më thelbësore dhe të rëndësishme në Shqipëri. Jemi këtu për diçka më të frytshme dhe më të mirë për njerëzit dhe le të fokusohemi këtu. Tek ne nuk ekziston termi treni bullgar dhe nuk e identifikojmë si dukuri. Shpresoj që njerëzit në Shqipëri nuk do të lidhin emrin e Bullgarisë me termin treni bullgar, por me gjëra të mira si kjo që është sot. Nisma e Kolegjit Mjekësor pranë Universitetit të Trakis për kontrolle mjekësore falas realizohet për herë të dytë në Shqipëri, ku vitin e kaluar ishte në Kukës dhe qëllimi është që të kthehet në një aktivitet të rregullt.